Dita sot ka nisur me shi dhe sikur se e tha më herët na ndikon pak a shumë të gjithëve. Megjithatë, mbetet ende shpresa për fundjavën, për të shtunën edhe për të dielën. Kështu që ne do ta shohim motin në të gjitha qytetet e vendit dhe ato të rajonit, por me sa duket Tirana do të vijojë të jetë me shi edhe nesër, ashtu sikur se paraqitet edhe ditën e sotme. Temperaturat konkretisht sot do të shkojnë nga 14 gradë në 20 gradë temperatura maksimale dhe nesër do të ketë temperaturat të cilat shkojnë nga 14 gradë në 18 gradë temperatura maksimale. Pra, siç edhe e vërejmë në këto momente, do të kemi një rënje të temperaturave ditën e nesërme. Shkojmë në qytetin e Durrësit për të parë së bashku që fatkeqësisht edhe Durrësi sot edhe nesër në të shtunën e kësaj jave do të jetë me reshje shiu. Temperaturat që regjistrohen sot shkojnë nga 17 gradë minimalja në 20 gradë temperatura më e lartë që regjistrohet për këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Sa i përket ditës së nesërme, temperaturat do të jenë të tilla: 16 gradë në orët e para të ditës dhe 18 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Durrësit. Vijojmë me Elbasanin. Elbasani sot dhe nesër ka reshje shiu, kështu që bëjni çadrat gati ose mos i ndani çadrat nga çantat tuaja. Më mirë do të ishte kështu në mënyrë që të jeni të përgatitur për çdo të papritur. Temperaturat ditën e sotme shkojnë nga 14 në 20 gradë maksimalja dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë temperatura më e lartë që regjistrohet në qytetin e Elbasanit. Siç edhe e vërejmë së bashku, kemi edhe në këtë qytet një rënje të temperaturave që rrjedhimisht është e kuptueshme edhe shpjegohet fare thjesht nga prezenca e reshjeve të shiut. Për të vijuar tani me qytetin e Fierit. Shohim që Fieri sot dhe nesër ka reshje shiu me intensitet të lartë, kështu që përgatituni për ta përballuar edhe emocionalisht, sepse sikurse e diskutuam edhe pak më herët, ka nga ata që janë gjatë gjithë kohës të ndikuar nga reshjet e shiut edhe nga temperaturat e ulta apo edhe nga kjo koha gri, ndërsa sa i përket temperaturave konkretisht që do të regjistrohen sot në qytetin e Fierit do të shkojnë nga 15 gradë minimalja në 19 gradë temperatura maksimale dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës në 19 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet sidomos në mesditë. Për të vijuar tashmë me Beratin, shohim që edhe në qytetin e Beratit dita sot dhe nesër do të jetë me reshje shiu dhe temperaturat të cilat në fakt nga sot në nesër paraqiten të qëndrueshme. Temperaturat konkretisht janë nga 15 gradë ditën e sotme në 18 gradë maksimalja dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Zhvendosemi në një tjetër qytet të Shqipërisë, nga Berati do të shkojmë në qytetin e Korçës. Edhe Korça sot dhe nesër ka reshje shiu me intensitet të lartë, kështu që përgatituni. Temperaturat do të shkojnë ditën e sotme nga 10 gradë në orët e para të mëngjesit, që kush e ka nisur ditën herët besoj i ka ndjerë edhe le të themi është bërë gati tashmë për ta përballuar edhe këtë situatë. Dhe temperatura më e lartë që regjistrohet sot në qytetin e Korçës shkon deri në 12 gradë Celsius, ndërsa nesër temperaturat nisin me 8 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumin e tyre në 12 gradë Celsius. Zhvendosemi në një tjetër qytet tashmë. Do të shkojmë nga Korça në qytetin e Vlorës, ashtu sikurse edhe të gjitha qytetet e tjera të sipërpërmendura, Vlora sot dhe nesër ka reshje shiu. Temperaturat që regjistrohen sot shkojnë nga 16 gradë në 19 gradë maksimalja dhe nesër nga 13 gradë minimalja në 20 gradë temperatura maksimale që regjistrohet në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Vendosemi në Gjirokastër, aty ku shohim në fakt që sot dhe nesër kemi reshje shiu dhe jemi në Sarandë. Saranda po ashtu ka reshje shiu sot edhe nesër. Temperaturat do të shkojnë nga 15 gradë minimalja në 17 gradë temperatura maksimale dhe nesër nga 14 gradë temperatura më e ulët në 18 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Sarandës. Shkojmë në një tjetër qytet të Shqipërisë tani. Do ndalemi nga Saranda në Tropoj. Sot ka reshje shiu, por që alternohen edhe me pauza për diell.
gjatë ditës. Temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 17 gradë temperatura më e lartë që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë, dhe nesër nga ky moti i alternuar me zvranësirave dhe kthjellimeve do të kemi një ditë e cila i përket vetëm rreshjeve të shiut, me temperatura që nisin nga 11 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumin e tyre në 14 gradë për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë në qytetin e Pukës. Puka sot dhe nesër ka rreshje shiu. Temperaturat që do të regjistrohen nisin minimalja ditën e sotme nga 12 gradë dhe arrin maksimumin e tyre në 17 gradë Celsius, dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të ditës në 13 gradë temperatura më e lartë që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Për të zhvendosur në Kukës tashmë, sot kemi një mot të alternuar mes rreshjeve të shiut dhe hapësirave për diell, me temperatura që shkojnë nga 11 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë temperatura më e lartë që regjistron termometri, dhe nesër edhe ky moti i kthjellët kohë pas kohe ditën e sotme ja lë vendin vranësirave dhe rreshjeve të shiut, dhe temperaturat që regjistrohen shkojnë nga 11 gradë minimalja në 14 gradë temperatura më e lartë që regjistron termometri për qytetin e Kukësit. Jemi në Peshkopi, sot dhe nesër kemi rreshje shiu me intensitet të lartë. Temperaturat që regjistrohen sot do të shkojnë nga 11 gradë në 15 gradë maksimalja, dhe nesër nga 10 gradë në orët e para të ditës në 13 gradë temperatura më e lartë që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Në Shkodër sot kemi vranësira, por edhe kthjellime, një mot i alternuar mes të dyjave. Temperaturat shkojnë nga 14 gradë minimalja në 20 gradë temperatura më e lartë që regjistron termometri përgjithsisht për gjatë orareve të mesditës, dhe nesër fatkeqësisht dita do të nisë e do të vijojë me rreshje shiu, me temperatura që shkojnë nga 14 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumin në 16 gradë. Pra, me rreshjet e shiut vjen edhe një rënje e temperaturave në qytetin e Shkodrës, ndërsa jemi tashmë në Lezhë, sot ka një mot alternuar mes vranësirave dhe kthjellimeve dhe rreshjeve të shiut. Temperaturat shkojnë nga 15 gradë në 20 gradë maksimalja, dhe nesër dita do të jetë e gjitha me shi, me temperatura që nisin nga 14 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumin në 16 gradë Celsius. Vendosemi tashmë në Shkup, në qytetet e rajonit, për të parë që në fakt dita sot në Shkup do të jetë me rreshje shiu dhe do të ketë patjetër edhe disa momente me diell. Temperaturat që regjistrohen shkojnë nga 12 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë temperatura maksimale, dhe nesër dita do të jetë me rreshje shiu intensive, nga 10 gradë Celsius do të shkojnë temperaturat deri në 14 gradë Celsius temperatura më e lartë. Shkojmë në Prishtinë. Dita sot është me diell dhe është e habitshme në fakt që këtij diellit ditës së sotme do t'i vijojë dhe do t'i bashkangjitet ditën e nesërme rreshje shiu dhe rreshjet që do ta shoqërojnë për gjatë gjithë ditës. Sa i përket temperaturave, sot shkojnë nga 9 gradë në 16 gradë Celsius dhe nesër nga 9 gradë në orët e para të ditës në 13 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të shënojë termometri për kryeqytetin e Kosovës. Jemi në Milano, sot dhe nesër ka kthjellime dhe vranësira. Temperaturat që regjistrohen sot shkojnë nga 10 gradë në 19 gradë Celsius dhe nesër vijojnë po njësoj. Nga 10 gradë në orët e para të ditës në 19 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet në Milano. Jemi në Bruxelles. Dita sot nis me vranësira, po ka patjetër edhe diell, sikurse po e shohim paraqitur grafikisht. Temperaturat që regjistrohen shkojnë nga 10 gradë minimalja në 15 gradë temperatura maksimale për këtë qytet evropian dhe nesër dita do të jetë gri, nuk ka diell fatkeqësisht. Temperaturat shkojnë nga 8 gradë në orët e para të ditës në 14 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet në Bruxelles. Zhvendosemi në Paris. Parisi sot dhe nesër ka diell, po ka edhe vranësira, vijnë të dyja paket ç'është e drejta. Temperaturat që regjistrohen ditën e sotme janë nga 8 gradë në 16 gradë Celsius temperatura maksimale dhe po e njëjta situatë për tek kushteve të motit vijon edhe tek temperaturat nesër në ditën e shtunë. Dhe shkojmë në përfundim në New York. New Yorku sot ka disa vranësira. Temperaturat që regjistrohen nisin nga 9 gradë dhe arrin maksimumi në 20 gradë Celsius dhe nesër do të largohen edhe këto vranësira. Dita do të jetë plot diell, temperaturat që do të regjistrohen në fakt duhet ishin rrjedhimisht më të larta për shkak të diellit i cili e pasqyron gjithë ditën, por
Po, kemi një rënje të temperaturave të cilat do të shkojnë konkretisht në orët e para të ditës 7 grad dhe në oraret e mesditës temperatura më e lartë që do të regjistrohet do të jetë 15 grad Celsius dhe me New Yorkun ju e dini ne përmbyllim edhe parashikimin e motit.